Mirdita dhe mirë se vini në debatin për personat e pagjetur, që po zhvillohet në Ferizaj mas 6 komunave tjera të Kosovës ku kemi qenë. Ky debat po zhvillohet pas shfaqjes së filmit dokumentar lidhur me të pagjetur, dhe tash kemi ardhur në Universitetin Publik të Ferizajt, Xhan Sereqi, edhe po e zhvillojmë debatin bashkë me përfaqësues të Prokurorisë Speciale, Komisionit Qeveritar për të pagjetur, Qendrës për Forenzik në Kosovë, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile, shoqatave që miren me të pagjetur, edhe prej shqiptarëve, edhe prej serbëve. Ilir, po du me nisë prej teje, cilat janë informatat që i nevojiten një qytetarit edhe 30 vjetë mas lufte, a ka gati 30 vjetë, a ka naj logjik me ardhë me informata, me shpresë që e gjenë dikon? Faleminderit Jeta për mundësinë që komunikoj me qytetarë. Prokuroria Speciale, hapi parë që ka ndërmarrë në këtë drejtim është krijimi institucioneve të rëndësishme, të posaçme, që merren me krimet e luftës në përgjithësi dhe me personat e pagjetur në veçanti. Fillimisht, pasi kemi marrë mandatin nga Oleksi, ne fokusin më të madh kemi pas tek vrasjet, djegje, dëbimet e tjera. Vetëm në vitin 2023, Policia e Kosovës ka bërë një reformë dhe ka themeluar një departament veçantë për krimet e luftës dhe në kuadër të saj ka krijuar një njësi të veçantë që merret me personat pagjetur. Që do të thonë deri viti 2023, Prokuroria Speciale, qoftë edhe transferimet që ka pranuar nga Oleksi, nuk ka qenë shumë të fokusuar te personat e pagjetur. Prandaj ne kemi pas si qëllim krijimin e institucioneve që merren me këtë çështje. Dhe nga viti 2023 deri në vitin 2025, po flasim për 3 vite, si rezultat i punës tonë, kemi 48 gjetje trupore të personave të pagjetur, qoftë si trup në tërësi, apo qoftë si pjesë e shtërore. Tash kjo bjen te pyetja që ju sapo parashtruat, nëse kalimi i kohës është sfidë, por nuk është pengesë. Prandaj është e rëndësishme që ne të vazhdojmë të punojmë në drejtim të gjetjes së personave të pagjetur. Cilat mund të jenë informata të rëndësishme është çdo lloj informate, sepse njësia që u themelu nga Policia e Kosovës, menjëherë kemi kërkuar që të bëjnë mbledhjen e informatave të dokumenteve të transferuara nga Oleksi, UNMIK-u. Pastaj kanë filluar bashkëpunimin me Komisionin Qeveritar për personat e pagjetur, në farë mënyrë është shtëpia e informacioneve për gjithë personat e pagjetur, prandaj edhe bashkëpunojmë shumë në identifikimin e rasteve të tilla. Gjithashtu edhe nga qytetar, cili do qytetar që ka raste që identifikon një zonë ose një vend me dyshimin që është nga koha e luftës dhe që mund të ketë gjetje shtrore, duhet ta njoftoj Policinë e Kosovës dhe Policia e Kosovës na njofton neve dhe i kryjmë gjitha procedurat e nevojshme. Ashtu si faleminderit Ilir që ke qenë në çdo debat, e ky po është debati 6 që jemi neve si Prokurori Speciale, po vjen në krejt Kosovën, njëjtë edhe kushtrim edhe ti, edhe ndihmën që e ke dhënë për qasje në personat pagjetur të cilat i ka zhvillu ekipi jonë, po du me të pyet për qëtë komunë, Ferizaj ku jemi, qka dinti për të pagjeturit i kësaj komune? Faleminderit shumë Jeta për mundësinë, sigurisht më njohoj për ju dhe gjithë ekipin për një punë të jashtëzakonshme gjatë këtyre javëve në kuptim edhe të komunikimit, po dhe them sigurimit të këtyre danave ose intervista ose rrëfimeve dhëmshme, po që pashmangshëm lidhen me tërë historinë e popullit të Kosovës dhe vetë historinë tragjike të Kosovës. Me lejen e juaj, po dhe përfaqësuesit familjarëve që janë pranishëm zot Muhaxheri, me zot Muhaxheri udhëheq shoqatin në komunën Ferizajt, siç e kemi praktikuar ashta në çdo komunë ose në debatet paraprake, edhe në Ferizaj ose në këtë regjion, pra që përfshin edhe Kaçanikun, Hanin e Lezit, Shtimen, Shtërpcën dhe komuna të tjera. Tani si një pjesë të këtij diskutimi në nderim me përulje të respekt për një nga emrat po e them aktivist dhe të jashtëzakonshëm të këtij procesi, një familjarë siç ka qenë zonja Serdije Frangu, e njohur nga ne që jemi pjesë të procesit si Tezja Sevd, e cila ishte nga familjarë që dha shumë për
Avdeun për lirin tonë, 3 humbje të mëdha, ishte nëna e vajzës dëshmore Semsale Frango, po që të njëjtën kohë në luftë kishte humbur edhe bashkëshortin e saj dhe babain e saj. Dhe ishte një nga njerëzit ose them emrat që mbetet shembull ose sinonim edhe i guximit, i forcës dhe i sakrificës njerëzore, edhe pse fliste shumë rrallë ose shumë pak për dhimbjen e saj, me që them krenaria për atë që i dha Dheut, jam poshtë them dhimbjen, megjithatë në këto rrëfimet të pakta të saj, them dhimbjen më të madhe kishte për babain, ose për mënyrën se si ishte vrarë babai i saj gjatë luftës, me sipas të dhënave të patologëve ndërkombëtar që kishin qenë pjesë e këtij procesi në qysh vitet e para të pas luftës, në kuptim të ndryshimit të fatit dhe vendosjes persona të dukur, po në kuptim të zhvarrimit dhe identifikimit të kofomave, sipas dhënave dyshohej që babai i saj ishte varrosur i gjallë në prill të 99-s, por siç e thash, zonja Frangu, ashtu si shumë familjarë të tjerë, ishte them shndruar në një adresë për shumë familje ku ishte një shpresë për të mposhtur lotin, në kuptim edhe të organizimit mena një shoqate që mbante pikërisht këtë temën, loti dhe shpresa. Dhe pse theksova pikërisht zonjën Frangu, me që tani më ka ndruar jetë në korrekt 2018, megjithatë mbetet një nga familjarë që gjithë që jemi pjesë të këtij procesi, po dhe jo si gazetar, ka dhe një fotografi që mbetet një nga imazhet ikonike të këtij procesi, është ai takimi me mbretin Charles, princin Charles, gjatë vizitës në Republikën e Kosovës, po dhe gjatë vizitës familjarëve në familjen ose oborrin mbretëror. Një fotografi që humanizmi dhe empatia kishte tejkaluar të kushtimisht edhe protokollin, pra një fotografi që familjarët kishin të përbashkëta dhe zëdhën për qafim me mbretin Charles. Dhe përmenda këtë rast familjar dhe partner ndërkombëtar, me që në këtë proces angazhimi tyre ose mbështetja e familjeve dhe partner ndërkombëtar ka qenë thelbësore për të arritur, pra po përdor me shumë kujdes fjalën e rezultatet, apo për të arritur donat të cilat po i prezantojmë. Aktualisht në Ferizaj kemi edhe më shumë se 77 persona të zhdukur, jo vetëm në Ferizaj, po në regionin për cilin po flasim, pra përfshirë edhe komunat të tjera të këtij regioni. Dhe në kuadër të këtij angazhimi, pra gjithmonë me përkrahjen e familjeve dhe partnerëve ndërkombëtar, kemi më shumë se 108 lokacione të cilat janë adresuar në kuptim gërmimit vlerësues. Tash në kuptimin e statistikave si region krahasim me regione të tjera të cilat kemi diskutuar, pra po mbja keq që po përdor numrin ose shprehje statistikore, po numri mbetet më i vogël, megjithatë të jem shumë i kujdesshëm për të evituar çdo keq kuptim të mundshëm, edhe sikur vetëm një person do të mbetet në listën e personave zhdukur, për atë familje, për atë komunë, për atë lokalitet nuk mund thuhet që është bërë mjaftueshëm. Pra rrjedhimisht i bie që edhe ky region do të vazhdojë të jetë pjesë e agjendës, kuptim të adresimit dhe të angazhimit me shumë prioritet, gjitha rastet që vazhdojnë të jenë listën e personave të zhdukur, dhe as që mund ta them pavarësisht faktit që ne jemi komunikim të vazhdueshëm me familjarët, megjithatë në rastin e luftës së Kosovës kemi edhe këtë lëvizjen e trajtorës nga një dhimbje familjare ose personale tek një dhimbje ose kaos shoqërore dhe mbarje institucionale. Rrjedhimisht ne do të vazhdojmë angazhimin edhe ditë VMBM, në kuptim të adresimit çdo informate që do të mund të ndihmonte ose kontribuonte në zgjidhjen e cilit do rast persona zhdukur. Si region mbetet pak specifik, që sfidon pak procesin në kuptimin e angazhimit të ekspertëve mjekësor, megjithatë këtë pjesë më hollësisht do ta përcjell besoj doktor Djetori, ne kemi disa raste që janë specifike në krahasim me regione të tjera. Faleminderit. Ditor Haliti, përfaqësues Institutit të Forenzikës, faleminderit ditor që ke ardhur prap në komunën e Rodhës, këtu në Ferizaj. Çka janë aktivitetet që i keni zhvilluar me dhonat që vinë edhe çfarë ndihme mund t'i japni njerëzve familjarëve si institut? Po, faleminderit për mundësinë. Instituti për Mjekësinë Ligjore, siç e dini, është një institucion qendror i vetmi në Republikën e Kosovës, i cili edhe pse gjendet në ombrellën e Ministrisë së Drejtësisë, i përgjigjet realisht organeve të drejtësisë, gjykatave dhe prokurorive, dhe çdo aktivitet që ne zhvillojmë bazohet në një autorizim apo siç e quajmë urdhëresë e cila lëshohet nga organet e drejtësisë. Ne kemi trashëguar dhe kemi qenë pjesë realisht aktive e një procesi, mund të them,
voluminoz që është zhvilluar gjatë këtyre 27 viteve, duke filluar nga organizatat të ndryshme ndërkombëtare, prej më njerë pas luftës kur filluan ekipet e ish tribunalit të Hagës, të cilat operuan në vitin 1999 dhe 2000 dhe të cilat kishin për synim apo qëllim kryesor dokumentimin e gjitha atyre krimeve që ishin kryer gjatë luftës në Kosovë, në mënyrë që të grumbullohen prova të mjaftueshme që të ndiqen penalisht ata të cilët i kishin kryer këto krime. Mirë po, për fat të keq, identifikimi në atë kohë nuk ishte primar për ta, ishte më shumë pra dokumentimi, dhe edhe pse u kry një punë e madhe nga ata, identifikimi u bë me metoda tradicionale, domethënë pa ADN, me qenë se edhe ADN-ja në atë kohë nuk ishte ende duke u zbatuar në Kosovë. Megjithatë, rreth 2000 identifikime që u bën në atë kohë ishin pra tradicionale në bazë të pamjes vizuale të viktimave apo kufomave, bazë veshbathjeve apo gjësave personale. Kjo u pasua pastaj nga UNMIKO për vitit 2003 realisht kur u themelua zyra për persona zhdukur dhe forenzik, dhe në të njëjtën kohë arrit një marrëveshje me Komisionin Ndërkombëtar për Persona Zhdukur për fillimin e zbatimit të metodës së ADN-s si metodë shkencore e cila do të përdorë dhe do të ndihmonte në identifikimin e personave të zhdukur. Që nga ajo kohë është kryer një punë e madhe dhe njëjti intensitet ka vazhduar pastaj edhe në kohën e Uleksit, derisa autoritetet lokale ishin nën mbikëqyrjen e tyre. Në vitin 2018 ne kemi marrë kompetencat ekzekutive në këtë fushë, kështu që nga 2018 ne udhëheqim këtë proces së bashku me partnerët tanë, pra gjithmonë nën dirigjimin nga Prokuria Speciale e Departamentit të Krijimit të Luftës, në bashkëpunim ngushtë me Komisionin Qevetar për Persona Zhdukur, po edhe me partnerë ndërkombëtar të cilët na ndihmojnë në çdo hap. Në këtë lokacion kemi pasur informata të shumta të cilat lidhen me fatin apo vendodhjen e personave të zhdukur, po ajo çka kemi pas viteve të fundit si aktivitet të cilën e kemi zhvilluar lidhet kryesisht me rrjedhjen e lumit Lepenc. E dim nga përvojat të kaluara se ka qenë një lloj paterni apo modeli që autoritetet serbe kanë pasur që t'i largojnë trupat kryesisht duke i vendosur varrosur në për lokacione klandestine, qoftë në gurore o gurthys, apo duke i hudhur në rrjedhjen e lumenjve. I njëjti skenar ka ndodhur edhe në këtë region, duke u hudhur trupat në lumin Lepenc, të cilët pastaj janë mbartur në territorin e Maqedonisë apo Maqedonisë së Veriut të sotme. Ne kemi pasur dëshmitar vizual okular të shumë të cilët kanë dokumentuar që kanë parë trupat të cilët kanë lundruar përgjatë Lepencit duke kaluar kufirin në Maqedoni. Kemi pasur dokumente, pasi kemi komunikuar me autoritetet maqedonase, kemi pasur dokumente që kanë vërtetuar që ata kanë tërhequr trupat nga lumi në anën e tyre dhe i është bërë autopsia dhe këtyre trupave pa identifikuar. Kemi dëshmi që deri në 7 trupa së paku ju është kryer autopsia, të cilat janë tërhequr pa identifikuar nga lumi. Kjo ka qenë dëshmi e mjaftueshme për neve që t'ju adresojmë me autoritetet maqedonase dhe të kërkojmë të dimë vendodhjen e këtyre trupave. Për fat të keq gjithë këtyre vite për kundër përpjekjeve edhe të partnerëve ndërkombëtar, mirë po edhe tonat, sidomos tash kohëve të fundit, vitin e kaluar së fundi kemi pasur një vizitë në Institutin Mjekësisë Ligjore në Maqedoni që të gjejmë dëshmi, që të gjejmë prova se ku kanë mundur të varrosen këta trupa të cilët janë tërhequr nga lumi, mirë për fat të keq ende nuk kemi arritur të ky informat. Ekzistojnë hipoteza se mund të jenë varrosura në varrezat e butelit, mirë po nuk ekziston një dëshmi e saktë se ku mund të jetë vendodhja atyre. Sidoqoftë ne do të mbajmë këtë komunikim me autoritetet maqedonase. Për informimin tuaj ka ndodhur një komunikim edhe në nivel të ministrive mes Ministrisë Drejtësisë të dy vendeve për të adresuar kjo çështje, mirë po ende nuk kemi rezultate konkrete dhe jemi në pritje që kjo çështje të adresohet e që lidhet konkretisht me këtë region që ku jemi ne sot. Faleminderit. Saleh Muhaxhiri, përfaqësuesi shoqatës së personave të pagjetur, po jo veçaq, je baba i njënës për intervistueseve, Lirianës, ma dinjitoze që e kom po në krejt këtë koleksion. Vajza juj e ka dhënë intervistë që e ka prej krejt Kosovën. Kjo intervistë është transmetuar si e plot.
shumë e fort, profesionale edhe e patrembun, kështu që më përgëzimi që për teje edhe familjarët e tu janë të interesum me vazhdumës me pritu, me i kallëzu krejt Kosovës për këtë dhimt. Kallëzëm sa njerëz vazhdojnë në këtë komunë me qenë të pagjetur që ka sfida juj momentale shoqatës me cilën bashkëpunon. Përfaqëson, cilën e përfaqëson. Përshëndetje. Unë jam Selim Muhajgjeri, një herit jam familjar, por edhe jam kryetari i shoqatës për pagjetur për komunën e Ferizajt. Me këtë aktivitet, kum fillu të mirëm që nga mbarimi i luftës, pasi që isha vetë familjar dhe e kisha bashortën të zhdukur, kështu që kam fillu gjithmonë me hulumtun çdo varrez që ja hap mas luftës në territorin e komunës Ferizajt edhe jashtë Ferizajt, kum qenë prezent. Me aktivitet shoqatës kum fillu të merrem që nga shkurti i vitit 2016, kum bë regjistrimin e shoqatës, edhe në beja së dite mundohemi të kontribuojmë sa edhe pse kemi mjaft pengesa në kuptimin jo po për shkak të informatave që nuk kem informata të sakta, edhe nuk di njerëz që ndoshta edhe kanë informata pa hezitojnë të japin ajo nuk e di. Mirë po të e falenderu mësuari Komisionin Qeveritar për personat pagjetur që më kanë përkranë vazhdimësi. Edhe mos të harrojmë edhe Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit Kuq që ma ka bërë të mundër sot në zyre që e kam në Ferizaj, gjitha pajisjet të fillu pe kompjuterave, të fillu pe çdo sani që e kam në atë zyre janë dhuratë nga Komitetin Ndërkombëtar i Kryqit Kuq. Vështërsitë që po hasmi na mas shumti, po tham, janë për shkak se familjarët dita ditës po vinë gjithmonë të zhgënjy edhe nuk janë të interesuar më me dhënë as informacione, as kur gjë se po kalu 27 vite. Edhe në komunën e Ferizajt thuja që për 16 vite që jam une me shoqat, hala nuk e kemi një rast gati që o zbulu. Për këtyre pagjeturve që i kemi. Po kemi të ashtë, për shembull, kohën e fundit kemi pas do në gjeti mortorën për territorin e Kosovës, po për Ferizaj jo. Kemi pasën raste shembull në fshatin e Redime e Epërme, një familje Nuha, janë 4 antarë të vramë për familje dhe janë konë të zhdukur. Mirë po mas luftës, mas disa mujve, janë gjetur në varreza qytetit. Edhe janë identifikue për në të mënyrën klasike e mamërmenja, jo me këto metodat e ADN-s që janë të bëntar. Kemi rastin në fshatin e vjetër, se e cek edhe në dokumentarë, më doget kryetari i Këshillit Ahmet Greqevci, fshati vjetër ka pas traumë të madhe. Aty i dim vish familja Zeka që është i vramë baba me 2 djemë, për asyve të familjes, janë ngarkum në kamion edhe ende nuk dihet për fatin e tyre. Vllai tyne para 1 vite diçka ka ndru jetë, profesori Suleman Zeka, i cili sa herë kum taku, kum dash me bisedu me ta, gjithmonë më ka dëgju kur një herë një përgjigje nuk më ka dhënë as po as jo. Do të thonë, në sytë e tij gjithmonë është ka një zhgënjem i madh. Për çka nuk e di. Kur nuk më ka thonë. Veç më ka dëgju, edhe më ka thonë faleminderit, o qu, kur asë një fjallë nuk më ka thonë. Sot asoj dite, shembull se ne kam një pano aty me familjarë të zhdukurve, për si cilin, masi ka vdek, ky nderumi, profesori, kom arrit të siguroj 3 fotografi me qitë në atë pano të tyre familjeve. Me të thonë drejten, unë po flasë tash cilësinë e familjarit, nuk po flasë cilësinë e kryetarit shoqatës. Për neve familjarët, këto dokumentare janë të shtira, janë trauma. Që 27 vite jem të jetu në ankth.
nuk e di, njëherë që 27 vjetë, përveç intervistave që vini ju, ose gazetar tjere sane, që ka qenë interesu me dikush për shtetit me të ardhë, edhe me taloni për kraje morale shtetënore. Që me thonë, ku jeni kanë, shka keni bo, te keni bo. Kjo është zgënjyse, shumë zgënjyse. Vajzën e ndëgju dhe intervistën e sajtë, si vjeti bërë me 31 gusht 40 vjetë. Alosën e ka gjithë një vend punës, dikon, edhe pse ka fakultetin e krymë. Ja duhet me qenë militantë një partije tepër, edhe me shku me hi, jo se jetonve. Fatin matë keq familjarët e personat është dukur e kanë me këtë problem, që së një punësojnë kërkun. Kështu që me të vërtet jem zhgënjim si familjar. Jem zhgënjim si familjar. Une, po më vje keq me thonë të ashtim, jo që nuk kom dasht me bashkëpunu osane, unë kom qenë me bashkëpunu me gjithë, se gjithë ata që janë të zhdukur, të ke funit edhe ata ka një halë. Pa marë parasysh për cilit komunitet vidi. Unë në shoqatën tam i kom të evidentu 15 personat pa gjetur komunitetit shqiptarë. Jo që s'kum dasht me pasë edhe komunitetet tjera mishtinë aty, po nuk kum pas bashkëpunim që mu ka afru dikush, me më afru një listë dhe me më thonen që janë, për shembull, edhe në komuna tjera, që janë në nivel të rajonit Ferizajt, sikur që janë Shtërpca, Kaçaniku, Elezhani dhe Shtimja. Po. Unë nuk e di për shembull Shtimja, që tashti e morra vesh pe këtij dokumentarit, shembull ajo vajza, gruaja që është e zhdukur në masakrën e Reçakut me 15 janar, që është e zhdukur, unë se kam në evidencë asnjëherë. Po. Nderit shumë, Saleh, për punën që e ki bo, që e gati 30 vjetë. Natasha Bozhilović, ti vjen për Shtërpcës. Kallëzona pak për prapavijën të ande, qka ke bo, kush je për organizatën që e përfason qendrën për personat pa gjetur, edhe sfida që përkaloni jo. Dobar dan svima. Pre svega želim da se zahvalim na jednoj ovakvoj inicijativi, da se organizuje ovakva diskusija i što ste pružili jednu ovakvu platformu gde učesnici koji su aktivni u ovom procesu mogu da iznesu svoje mišljenje i svoje, da podele neke informacije, pre svega za predstavnike javnosti da čuju malo više o ovom pitanju, zato što smatram da je veoma bitno da se o ovom pitanju svakodnevno razgovara i koliko god pričali o nestalim licima i kao jednom od najvažnijih komponenata u tranzicionoj pravdi, mislim da nikada ne možemo biti dosadni i nikada ne možemo reći dovoljno. Ja radim u Resursnom centru za nestala lica u Prištini. To je multietnički centar koji je osnovan 2017. godine od strane tada, slobodno mogu reći, dve izvanredne individue, gospodina Bajrama Ćerkineja i gospodina Milorada Trifunovića, koji nažalost danas nisu više sa nama, koji su, pored toga što su bili osnivači Resursnog centra i predstavnici porodica nestalih lica, i sami jesu bili članovi porodica nestalih lica. Gospodin Bajram je, evo sad već više od godinu dana, kako nas je napustio, ne saznajući istinu o njegovom sinu. Gospodin Milorad Trifunović još za vreme COVID-a, ne saznajući istinu o svom bratu. I to nas dovodi do jedne, da tako kažem, tužne i poražavajuće činjenice da vreme nije prijatelj ovog procesa i da su mnoge porodice otišle sa ovoga sveta, a da nisu saznale svoju istinu. Te dve izvanredne individue, gospodin Bajram i gospodin Milorad, su se davne 2017. sada već skoro pre 10 godina, mogu slobodno da kažem, upustili u jednu za mnoge neverovatnu avanturu i ludu priču da pokušaju da spoje ono što je u ono vreme, a za mnogi dan danas izgledalo nespojivo. A to jest da za istim stolom dovedu najosetljiviju grupu ljudi, porodice
civilnih žrtava porodice nestalih lica. Ne mogu da kažem da je bilo lako. Ja sam u centru od samog njegovog osnivanja, znači od 2017. godine. Ne mogu da kažem da je bilo lako, bilo je suprotstavljanja i sa jedne i sa druge strane. Bilo je onih koji su zdušno, velikodušno prihvatili ovu saradnju, ali je bilo i onih i sa jedne i sa druge strane koji su odbijali saradnju sa porodicama iz druge zajednice. Mogu da kažem, gospodin Kuštrin je malo pre napomenuo Sevdiju. Ja sam imala tu čast i privilegiju da radim sa tom ženom i pored svog bola i patnje koje je sa sobom nosila, ja je pamtim kao jednu izvanrednu duhovitu ženu, punu humora, veselu ženu, koja nikad, što bi naš narod rekao, nije kukala. Sa druge strane, gospodina Salija isto poznajem već skoro 10 godina, imamo jedan izvanredan odnos, pun prijateljstva i poštovanja i sarađivali smo zajedno. I tako da mogu da kažem da je resursni centar na neki način krovna organizacija za sva porodična udruženja koja su formirana na Kosovu, a njih je 25 po nekoj mojoj evidenciji, neka me Sali ispravi ako grešim, ali nažalost mali broj njih je aktivan iz raznih razloga, što zbog nedostatka fondova, što zbog nedostatka profesionalnih kapaciteta. Tako da je iz tog razloga te 2017. godine se došlo na ideju da se otvori jedan resursni centar koji će kanalisati te resurse i predstavljati porodice nestalih lica bez obzira na njihovu versku i nacionalnu pripadnost. Glavni cilj resursnog centra jeste zagovaranje prava porodica nestalih lica i pomoć pri ostvarivanju tih prava. Rad sa institucijama, da budemo spona i medijator između porodica i institucija. Ovom prilikom bih htela da se zahvalim i gospodinu Kuštrimu i gospodinu Ditoru, koji su od samog početka rada resursnog centra nam pružali svakodnevnu podršku, a samim tim pružali podršku porodicama nestalih, gospodinu tužiocu koji se u sada iz poslednjoj inicijativi koju imamo i projekat koji sprovodimo u saradnji sa EULEX-om koji se priključio ovoj inicijativi, da se približi, da se određene informacije daju članovima porodica, jer kao što je Sali malo pre rekao, jedan od najvećih problema je nedostatak informacija i netransparentnost institucija po mišljenju članova porodica nestalih lica. Nama je jasno da ne mogu predstavne institucija da idu od vrata do vrata i da svakome pojedinačno objašnjavaju o njihovom slučaju. I s obzirom da smo mi to prepoznali kroz naš rad, mi smo ti koji smo otišli kod institucija i zamolili ih da promenimo strategiju, da organizujemo informativne sednice u različitim opštinama na Kosovu na kojima su prisutni predstavnici svih relevantnih institucija na Kosovu i mislim da je to jedno veoma plodonosna i produktivna inicijativa, zato što za neke od članova porodica to je bio prvi put da su imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima institucija. Imali smo informativne sednice prošle nedelje u Klini, u Suvoj Reci, ono što je od najskorije i na tim sednicama vidite na osnovu pitanja koje ljudi postavljaju predstavnicima institucijama da oni prosto posjeduju vrlo mali broj informacija, njima nedostaju neke najosnovnije informacije, pogotovo kada pričamo o ljudima iz ruralnih sredina ili starijih ljudi koji prosto su digitalno nepismeni, a svi znamo da najveći broj informacija se danas pronalazi na javnom putem društvenih mreža. Hvala, Nataša, hvala. Drago mi je da sarađuješ sa svim
ljudima koji su u našem panelu već davno i ljer po du me të pyet u përmen diçka specifike në këtë film. Një palë mas pakuth e tha me emën komandantin që menon që është përgjegjës për zhdukjen e nanës vetë. A ka hetime për këta njerës që familjarët e zhdukurve po i përmenin me emën? Po, ka hetime. Ne hetimet i zhvillojmë në dy drejtime. Momentin e parë që krijohet dosja dhe raportohen rastet e vrasjeve, fokusohemi te hetimi i përgjegjësisë individuale, domethënë kush është kryesja e asaj vrasje, dhe në rast se vjen te momenti ku nuk mund të identifikohet kryesja, dhe kjo ndodh shpesh për arsye të ndryshme, kanë qenë me maska, kanë qenë Beogradit, kanë qenë Kosovës e tjera. Atëherë shkojmë me përgjegjësi komanduese. Ligji penal i Jugosllavisë po dhe kodi aktual i Kosovës e një përgjegjësinë komanduese si formë e përgjegjësisë penale në rastet e kryerjes së krimeve të luftës. Prandaj edhe ndaj komandantit të stacionit policisë në Ferizaj, por dhe komandantëve tjerë në hierarki ka hetime që janë duke zhvilluar intenzive në raport me këto vepra dhe me këto situata. Ajo që desha të adresoj është kjo pjesa që përmendën përfaqësuesit e familjeve të pagjetur. Vërtet është kjo periudha kohore 27 vite që unë si prokuror s'muj me dhanë përgjigje. Ajo edhe ju mirë kuptoj plotësisht. Po unë kisha kërku për juve që me gjithë zhgënimin e madh që e shprehet deri me tani, po flas vetëm për institucionin e prokurorit shtetit, me të tregu që mos me mungu bashkëpunimi dhe me vazhdu me bashkëpunu që kemi bashkëpunu deri me tani, sepse puna në këto 3 vitet e fundit, prej kur neve që jemi konsolidu dhe kemi marrë kompetencën, të regon që ende ka shpresë. Fakti që kemi në 3 vitet e fundit 76 urdhëresa nga gjykata, më shumë se 53 gërmime, 48 gjetje trupore ose eshtërore, 25 lokacione dhe verifikume me qëllim që të ardhmen nëse paraqitet nevoja për eskumim, janë dhëna që unë e di që nuk janë për juve të kënaqshme, po janë dhëna që tregon që është një proces që nuk bën me undal, vetëm për faktin që mundi më kanë zhgënjyn për atë institucioni ose për këtij institucioni. Po du me ju pyet ditor edhe kushtrim, hajde po e dim problemin me Serbi, pse nuk ka bashkëpunim, pse çka ajo pengesa në bashkëpunimin me Maqedoni? Urna. Bazë të asaj që me drejtë edhe është në të cëshme përshruajti doktor Ditori, në rastin konkret nuk është që nuk ka pasur një komunikim vazhdimsi, edhe nga dishmëri për bashkëpunim atë të jashtë këtë proces, edhe që ka mbetë sfidë prapë lidhet ose ndërlidhet me mungesën e informacioni që do të mund të saktsonte ose të lokalizonte lokacionin e saktë të varrit potencial ku mund të jenë mbetjet mortore mbi bazën e danave që ne kemi siguruar dhe të cilat janë ndarë në vazhdimsi. Aktualisht në bazana që prezantohet prokurori, ne jemi ngushtë duke punuar me familjet e personave të zhdukur, këtë rast me një familje, një rast po them viktime, një rast konkret, në një proces të finalizimit të identifikimit, bashkë me kolegët e Institutit Ministerior dhe kolegët e Drejtorisë Policisë për hetimin e krimit të luftës, me një rast që lidhet me një masakër që është kryer jashtë qytetit të Ferizajit, por në një qytet tjetër. Pra, po është pak problem ose sfiduese që regionet caktuar të interpretojmë ose të prezantojmë danat brenda një regioni, për shkak të lëvizjeve, mënyrës së krimit, datave ndryshme. Por sigurisht që thash edhe rastin fjalë, pra përkatësisht lokacioni i varrit mundshëm në territorin e Maqedonisë, për cilin prapë doktori mund të më dha më shumë hollësi deri ku kanë rri kuptim të angazhimit me kolegët e tyre nga Instituti Ministerior në Maqedoni, megjithatë mbeti pjesë agjenda, ashtu siç mbesin pjesë agjendës sa një sër lokacione tjera të cilat jemi të punuar ngushtë me kolegët e policisë për të konfirmuar nëse ka bazë mjaftueshme pasaj për ndjek procedurën përmes prokurorit për të siguruar dhe urdhrin nga gjykata. Në mënyrë veçantë vitet e fundit ka një dinamikë në kuptim të angazhimit, duke falendëruar edhe partnerëve ndërkombëtar se që nisa diskutime me bashkëpunime me partnerë ndërkombëtar. Këtë rast janë një sër dana që janë pranuar përmes Komitetit Ndërkombëtar të përgjithshëm nga arkiva ndërkombëtare,
cilat po e nështrohen kushtimisht një procesit të reanalizimit, rishqyrtimit të hollësishëm, dhe mbi bazën e cilave ne në shumicën lokacioneve po rikthehemi. Kjo ka ndodhur gjatë këtyre 6 muajve ose 5 muajve të këtij viti, janë diku deri 10 lokacione, dhe kur shohim listën e lokacioneve, shohim se në shumicën e tyre ne jemi rikthyer, pikërisht mbi bazën e këtyre informacione. Jemi rikthyer në Ravec, për shembull, në Varrezat Ndali qytet Ravecit, jemi rikthyer në zonën e Zomi Potokën, në Crepol, Jabok, jemi rikthyer në lokacionin në Dakoc, jemi rikthyer në lokacionin në Krushtë të vogël gjatë këtij viti, dhe sigurisht janë një sër lokacione të cilat janë pjesë e agjendës, pa përjashtuar edhe rastin në Varrezat të qytetit hotelit. Jo, vetëm e kisha ashtu shkurt, bashkëpunimi ekziston me autoritetet maqedonase edhe hapi radhës është që ata të na ftojnë ose të na njoftojnë lidhur me hulumtimin e tyre të brendshëm që ata duhet ta kenë bërë gjatë kësaj kohe lidhur me informatat që ne kemi kërkuar. Sigurisht që ne do të jemi proaktiv dhe në këtë fazë dhe do të kërkojmë së shpejti që të shohim se në çfarë niveli kanë rri këto hetime apo hulumtime, dhe sigurisht që do ta caktojmë edhe një takim, një vizitë radhës në Shkup, ku do të shohim se deri ku ka arritur ky hetim dhe cili do të jetë hapi i radhës në këtë proces. Unë deshta me pyet zotin Morina duke marrë parasysh të vonat historikun që e tregoi të sistemit tonë drejtësisë për hetimin e krimeve të luftës, po duke marrë parasysh edhe atë që tha zoti Muhaxhiri, edhe unë personalisht kam pas këtë përvojën e hidhur me familjen që është e kuptueshme të fshatit vjetër që refuzojnë me fol. Më shkurtimisht po duhet të thonë sa është sfiduese me kthy çat besimin të e pas parasysh që edhe ata thonë që jemi vonu. Refuzimi si pengesë në punën tonë, kohët fundit ka filluar me u shfaq. Është edhe rastin që e përmendet jo, po edhe në Reçak. Tani ne jemi institucione dhe punojmë sipas ligjit. Në bazë të ligjit, ne mundna me shku me aplikimin e ligjit. Dhe aplikimi i ligjit thotë dëshmitari që ka informacion për krimin e luftës ose për veprën penale nuk mund me refuzu. Për shkak se është kategori e krimeve të luftës, ne këto dispozita ligjore nuk i aplikojmë te krimet e luftës. Por bëjmë ato si që keni bëj ju, bisedojmë ata. Gjejmë mënyra, gjejmë mundësi me i bindë sa më shumë. Po kjo ndodh në rastet kur ai dëshmitar s'ka fare deklarat. Po kur ka dëshmitari të paktën një deklarat, ne marrim atë deklarat dhe bëjmë pjesë dosjes landës. Për shembull, nëse ai ka deklarat të dhënë në mekanizmin rezidual ose ish gjykatën e Jugosllavisë, ne marrim deklaratën e tij dhe bëjmë dosje të lëndës. Dhe ajo pastaj trajtohet në kuadër të deklaratave tjera. Ajo që na ka dal pak s'ka pas informim të mjaftueshëm për publikun, ka qenë situatat kur njëri prej rastit të Reçakut kishte 2 deklarata në zyrën time, në kur si një intervistë me jetën tha asnjëherë policia së Prokuria e Kosovës nuk ka normë me intervistu. Ty gjen me radhës? Po, për zotin Muhaxhiri, unë fatmirësisht ka qenë një vdekje fatkeqe në familje, po si me thonë është vdekje natyrshme në shtrat, vdekje e barë që thot populli. Unë ka tek nana Kogjo e Re, po na jemi munu si me thonën nanën me majt gjallë për mes kujtimeve, që thot edhe Markezi unë hallën se kum rri, po e di që ka qenë për kujtimeve të gjyqës. Po du me thonë sa ka qenë e vështirë për juve që edhe pse Arbenita tha në rastin tjetër aty në dokumentar që u martu me fustanin e nanës, sa ka qenë e vështirë për me majt gjallë kujtimin për ta përmes le të themi o i ka goni ne gjyqës o në karakter o në sjellje o diçka. Që unë pak më herët thash për ne familjarët, kur po vjen punën që to deklarate sane, po me të vërtetë po jem shumë me një gjendje të ranë. Vajza mu ka martue, edhe për hir të asaj ata kanë bënë darsëm se ata kanë pas qef me martu djalin e sane e një po ata të e pa rrethonat tona, të familjes e sane, e kanë organizuar vetëm gratë. Edhe aty më ka shku edhe nona jam, o kanë prezent e sane. Po gjithmonë në këto raste, po ju thamë veç një, kërkush nuk kanë lëkurën tonë. Tashtë edhe pse refuzoj njerëzit, edhe në kohën e fundit, isha njerëzit thojnë, ati shka, na nuk duhet më këshyrë mëra, po ma, duhet me hesë për para. Po s'mune shte me hesë për para, pa e kujtu se shka na ka ndodhë, edhe qysh na ka ndodhë. Se na, mas pari, une për veti, thash që jam maltretu e jam marrë sen, po unë jam konë, shme thonën, edhe përfaqësus i atyne
partive ma herët para luftës politike, që jemi mundu me demokraci, me diçka me ardhen deri te përfundimi i kësaj. Neve na ka imponu lufta se kemi dashur luftën. Po kur të vjen i sanë dhe nuk ki ka heman, ti s'ki qare pa diçka pa bon, në këtë drejtim. Edhe sot që ta po të thëmë, e vajza jam sot, i ka bo vajza 15 vjetë. E zanë, po në vajzën ta me shah halat vogël qështu. Halat qështu e shah për muë. Ose djallin që ma kalon 4 vjetë e gjys, në halat shah të vogël. A i sot i martu në shëqër zotit edhe i kanë ketë ato. Po të regom mu, 4 fëmijë i kom pas, katit i kom martu, asë një për një darësën basë kam. Sot shëqër zotit kam mesa, kam nipa. Se që më galin në po se një mesën e kom më shumë kom kajtë. Pse nuk kona, ja. Sukur unë 100 herë vetë vetën e kisha dhonë, për me qenë ajo, se gjithmonë kanë thonë një fjallë popullore, thotë të na, fëmija jetë jetim për nanë, jo për babë. Për babë mundet me mjetë ma fukara, po për nanë jetë jetim. Asa i mund ganë. Mu kur më ka vdek nana, ma shumë i mërzit për fëmijët me, se i thoi që nanës temë. Po kur vdek që dhe ajo, u shumë ajo, s'kishin ka asku ne i thoi nanë as mamë. Ishte kjo, diskutimi që u zhvillu këtu në Universitetin Kupit Ferizaj Gjënsereqi, debat i gjatë mas 5 debateve në komuna tjera të Kosovës. Ishim në Drenas, Mitrovic, Prizren, Pej, Gjakov, tash po e kryim debatin në Ferizaj për personat pa gjetur. Pas këtij debati do të jemi në komunat e Gjiljanit e të Prishtinës, ku do të flasim për personat e pa gjetur të qati rajoni në një përfundim të iniciativës që i kam ledh 80 intervista anë e mba në Kosovës me 200 orë material të cilat do t'jenë në dispozicion me u pa prej krejt Kosovës prej tash e tutje në Muzeun Reporting House në qendër Prishtinës. Ka që kishim për sot, shihemi në komuna tjera. Thank you.